Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në episodin e ri të podcastit për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi. Sot kam kënaqësinë që të flasim rreth një teme shumë të rëndësishme, që është përmirësimi i qasjes në të drejtat pronësore përmes trajnimeve dhe bashkëpunimit institucional. Mustafer, kam kolegun tem, njëherët edhe udhëheqës i zyrës ligjore në Bern, Labinot Leposhtica. Labinot, mirë se ka ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën dhe mundësinë me diskutu një çështje goxha komplekse. Po takohemi në këto rrethana, domethënë e dim që pronat janë goxha tema aktuale në Kosovë dhe ka shumë probleme. Na trego fillimisht cili ka qenë roli i Birnit në projektin e Piakosit. Po, paraprakisht veç kisha dashur me shtu diçka asaj që e that. Çështjet pronësore në Kosovë është vërtet që janë shumë problematike, bilem fakt, edhe pse gjykimet pronësore janë të natyrës civile, shpesh thojmë që shumë raste penale, prej rasteve dhe fatale, burojnë nga një çështje civile cila nuk ka marrë trajtim kohën e duhur. Pra çështjet civile, përpos që veç na ndikojnë jetën, mirëqenien tonë, zhvillimin ekonomik, pjesëmarrjen tonë në aktivitetin ekonomik shoqëror, konsideroj që shumë shpesh janë edhe burim i rasteve penale shumë të rana, ku kemi pasoja shumë tragjike. Në këtë drejtim, ne si Bern mbështetur nga Piakosi, pra në kuadër të projektit Nisma për të drejtën pronësore, në bashkëpunim me ATRC-n gjithsesi, e kemi zhvillu dhe ideu një projekt i cili ka parapo krejt aktorët që janë të përfshirë në të drejta pronësore. Kur po them krejt, po them kushtimisht këta aktorët institucional, sepse kjo është një fushë i prek shumë palë, mirë po ne kemi tentuar me identifiku ata kryesorët. E kryesore në këtë rast është Agjencia Katastrale e Kosovës me zyrat e veta komunale katastrale, pastaj përmbaruesit, noterët, ndërmjetësuesit se një dukuri e re dhe shumë prezente dhe konsideroj që hala shumë e diskutueshme, dhe në fund i kemi përfshi edhe gjyqtarët, me qëllim të krijimit të një forumi ku krejt këto palë kanë me i tregu njëra tjetrës ku i kanë probleme ndërmjet vete, cilat janë ato çështje procedurale, teknike të koordinimit, cilat neve si qytetar na prekin drejta tona pronësore. Dhe në këtë drejtim kemi tentuar edhe me përzgjedh disa prej kategorive shoqërore cilat janë më të prekurat, si për shembull gratë dhe vajzat, sepse edhe pse, si që parafrazova, çështjet pronësore na prekin gjithë neve. Mirë, po janë disa kategori cilat e psojnë pak më shumë. Dhe në këtë drejtim, gratë, vajzat, komunitetet janë më të ndjeshme dhe kemi tentu me ju kushtu një fokus specifik këtyne kategorive përmes organizimit të trajnimeve, diskutimeve dhe qëllimi i këtyne është me identifiku problematika cilat pastaj ne përmes backgroundit ton, lidhjeve tona, edhe përvojës me ju ndihmu, fillimisht me i adresu që nga ajo baza ligjore, sepse këtë ne tentojmë, bëjmë punëtori, organizojmë trajnime, nëse nuk ndërhyjmë në atë çka po shkakton problemin, pra në problemin rrënësor. Cilat aktivitete konkretisht i ka zhvillu Birni? Përmendë që keni pas fokus grupet e caktuara që i keni përfshirë këto trajnime, po cilat kanë qenë aktivitetet konkrete? Po, realisht, aktivitetet konkrete kanë pas një shtrirje goxha gjanë edhe për një periudhë kohore goxha të ngushtë. Kjo domethënë ka pas si pasojë që me qenë goxha intensive krejt aktivitetet tona. Kemi fillu dikon në fund vitit 2024 dhe tani jemi në përfundim, i kemi mbajt pothuajse të gjitha aktivitetet e parapara. Krejt fillim kemi dash me nis me një kategori teje të ndjeshme të shoqërisë sonë. Pra e përmenda që gratë dhe vajzat janë ato që e psojnë më së shumti nga kjo problematik, nga ku këtë mbështesin edhe dhënat cilat i kemi edhe prej Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ku rezulton që nga gjitha pronat e regjistruara në Republikën të Kosovës, më pak se 20% e pronave janë në emër të grave dhe të vajzave. Mirë po, në kuadër të kësaj kategorie, është një kategori tjetër, ose kisha me quajt nën kategori, cilët janë edhe më pak të përfshimet privilegjuar në drejtim të drejtave pronësore. Cila kjo kategori janë gratë dhe vajzat cilat për shkak të rrethanave jetësore të tyre janë privu nga liria, pra janë në vujtje të dënimeve në institucionet korrektuese. Dhe në këtë rast ne kemi shku te Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe së bashku me ta fillimisht kemi hartu pyetësor me qëllim që me identifiku nevojat e grave dhe vajzave cilat janë duke vujt dënimin në institucionet korrektuese,
në veçanti ato që janë me dënime pak më afatgjate për arsye se ato janë pak të privuara nga zhvillimet ligjore nën ligjore që ndodhin në shoqërinë tonë, disa prej tyre kanë edhe prona jashtë, cilat në pamundësi për shkak të rrethanave të tyre, siç e përmenda, nuk e din kush o të i posedu, kush o të i kontrollu, a ka disponu, i ka shit, i ka bledhur dikush, edhe në këtë drejtim kemi dashur me i përgatit ato që përveç njohurive që javë dham, edhe m'ja vletu procesin e reintegrimit të risocializimit tyne në momentin kur ato të lirohen prej vujtjes dënimit, me qenë më të gatshme me u ballafaqu edhe me u inkuadru në jetën ekonomike sociale në vendin tonë, që siç e tham nuk është e lehtë për askën. E sa raste keni mujt me gjeta, keni shifra si probleme tilla? Po, probleme, realisht këtu kanë qenë gati 20 pjesëmarrëse, cilat janë në vujtje të dënimit në institucionin korrektues të Lipjanit, dhe prej problemeve që i kemi identifiku, ka pasur raste ku kanë qenë në pyetje vetëm edhe disa muaj, cilat ato gra dhe vajza mujnë me i humbë të drejtat e tyne pronësore për shkak se nuk i kanë ushtruar mjetet juridike. Pra, ka pas grua cila nuk e ka ditë se nëse rrjen një afat i caktuar dhe ti nuk e kërkon pronën tonë, atëherë mundesh me humbë këtë drejt. Dhe trajnimi në këtë drejtim ka qenë në një momentum teje të rëndësishëm për arsye se ja u ka dhënë një njohuri cilën ato mund me shfrytzu edhe nga qëndrimi tyne në burg. Në këtë drejtim jemi kujdes që trajnimi me qenë shumë i përshtatshëm edhe nga këndi gjyqësor, edhe tematik për to, po në veçanti me ju dhënë një farë njohuri e cilët janë trupat, mekanizmat që i mbrojnë të drejtat e tyne pronësore. Nëse je dënuar me një dënim për çfarë do lloj arsye dhe je në vujtje, kjo nuk do të thotë që ti do të privohesh prej drejtave tua pronësore. Nuk do të thotë automatikisht, sepse ka raste gjithmonë kur mundesh, po edhe mu privu, mirë po jo në mënyrë arbitrare, jo vetëm për faktin se je grua apo vajzë dhe automatikisht me u privu prej drejtave tua pronësore, dhe në këtë drejtim kemi dashur me javë shpjegua edhe kuadrin ligjor ekzistues në Kosovë, në veçanti Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, që ato me u drejtu atje dhe agjencia pastaj në bazë të kritereve tyne me i përfaqësu, me ju ndihmu në hartimin e shkresave tyne dhe eventualisht edhe me i përfaqësu në konteste gjyqësore me qëllim mbrojtjes drejtave tyne pronësore. Po, e përmendë tematikën, Lavina të falë që po ndërprej, deshta mund dalë përveç trajnimet që keni marrë të shërbimi korrektues, a keni pas trajnimet të tjera, cilat kanë qenë grupët, edhe që ka qenë mënyra e trajtimit të kurrikulës së këtyre trajtime. Do shtan ça drejtim me shku kronologjikisht me shtjellu. Pra kjo ka qenë kategoria e parë me cilën e kemi fillu dhe jo rastisht tash kemi dashur me fillu pikërisht me këtu, me ja u dhënë rëndësinë dhe vëmendjen që konsideroj që e meritojnë sepse janë pak të lana anash. Menjëherë kemi vazhdu me një kategori tjetër cilët janë jashtëzakonisht rëndësishëm në formësimin e mendësisë tonë shoqërore. Dhe këto janë gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile në rajone ku kemi mbajt 7 diskutime, trajnime, punëtori në përgjithësa rajonet e Kosovës, në për 7 rajonet e mëdha realisht, jo në gjitha rajonet, dhe pjesëmarrës kanë qenë gazetarë lokal, aktivistë të shoqërisë civile, gra aktiviste dhe pjesëmarrës tjerë cilët janë të rëndësishëm në kuadrin e drejtave pronësore. Pse është e rëndësishme mi pas gazetarët lokal dhe aktivistët e shoqërisë civile, sepse konsideroj që këta janë ata cilët janë zëdhënës të shoqërisë dhe përmes transmetimit të kronikave të tyne avokojnë dhe formsojnë opinionin që konsideroj që tejet e rëndësishme që ne fillimisht të edukohemi për të drejtat pronësore, për faktin që jemi të barabartë pavarësisht gjinisë, etnisë, përkatësive tjera, dhe në këtë drejtim gazetarët e luajnë një rol qendror. Dhe ne kemi dashur me i pajis gazetarët me njohuri, cilat janë të drejtat pronësore, patjetërsueshme, cilat janë ndryshimet ligjore në cilat po kalon shoqëria jonë, sepse vetëm këto 2-3 vitet e fundit, për shembull u ndryshu ligji për katastër, që ligji bazik tejet e rëndësishëm dhe nga ai ligj kanë derivuar janë nxjerrë 11 udhëzime administrative të reja. Pra gazetarët për më arrit me pas transmetim cilësor, identifikim të problemeve, du të me qenë edhe të informuar me këto ndryshime, që përkundër që Agjencia Kadastrale e Kosovës ka tentu me pas fushatave disuse, krejt tjetër është pesha e një organizate si që jemi ne, për shkak backgroundit tonë, të lidhjes tonë me zhvillimin e medjave, monitorimeve dhe në nivel lokal, dhe kjo na ka mundësu që me pas një shtrirje ma gjerë në shumë cepa që konsideroj edhe Agjencia Kadastrale ka kogja ma ngurt edhe ma vështirë qatë shumë sakt. Pastaj,
për te gazetarëve kemi vazhdu me trajnime specifike me zyrtarët kadastral të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, të cilët janë duke vepruar në zyret kadastrale komunale dhe edhe këtu i kemi organizuar 7 trajnime në 7 rajone. E mira e kësaj në drejtim edhe të pyetjes paraprake lidhur me kurrikulat, ka qenë që secilin veprim që ne e kemi organizuar i ka parapri një vlerësimi nevojave, pra ne kemi hartu pyetësor specifik, cilë kam pas për qëllim me identifiku cilat janë ato temat më të rëndësishme, apo cilat janë nevojat ma imediate të zyrtarëve kadastral, në mënyrë që na pikërisht me fokusu për pjekjen tonë aty. Dhe në këtë drejtim, sigurisht që esencial është mu koordinu me Agjencinë Kadastrale të Kosovës, me di cilat janë trajnime që ata tashmë i kanë marrë dhe cilat janë trajnime që ata kanë nevojë. Edhe në këtë drejtim, në bashkëpunim me ta kemi arrit me kriju një plan program kurrikul teje të detajuar, ku pastaj në bazë të saj e kemi bë thirrjen publike, ftesën për ekspert për me marrë këto trajnime dhe kemi arrit me angazhu ekspert shumë cilësor, sigurisht të mbështetur financiarisht nga Pjakos dhe ATRC, në mënyrë që ata me ia dhënë zyrtarëve kadastral njohje të thelluar lidhur me ndryshimin veçanti që i ka sjell ligji për katastër, sepse ky ligj i ka sjell një lloj revolucioni, kisha me thonë, në drejtim të organizimit, sepse tashmë zyret katastrale komunale, ZKK, do të funksionojnë në kuadër të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, dhe kjo është një ndryshim qendror nga niveli organizativ, mirë po ka pasur ndryshime tjera, veçanti në drejtim transparencës dhënave katastrale dhe qasjes së publikut në këto dhëna. Pas trajnimit specifik vetëm me zyrtar katastrit, po ashtu e kemi hartu një kurrikul tjetër. Kjo ka qenë e parapar me ju dediku zyrtarëve të katastrit, mirë po zyrtarët e katastrit këtu me pas rol qendror, mirë po përballë me i pas avokatë, ndërmjetësuesit, notarët, gjyqtarët, edhe me i diskutu çështjet që ndërveprojnë edhe ndërlidhen me profesionin e këtyne, sepse stacioni i fundit, adresa e fundit e krejt probleme pronësore, po është gjykata dhe eventualisht katastri kur shkojmë mi ekzekutu drejta tona pronësore. Dhe nëse e kemi një lëmsh problemeve që krijohen para se me shku te katastri, atëherë është e mirë që këta me i vu përballë, edhe secili m'ia thonë njëri tjetrit ku i kanë ato problemet e tyne në mënyrë që me zgjidh. Te drejtat pronësore është një diçka shumë e rëndësishme. Do të më qenë drejta reale, në kohë reale, sepse drejtat pronësore, siç jemi dëshmitar që ndodhin në Kosovë, ku te ushtron i padije dhe padija zgjat me vite, atëherë i hup aktualiteti, ty të shkaktohet një dëm konsideroj pariparueshëm, privohesh prej pjesëmarrjes në jetën ekonomike, edhe këto dëme nuk kthehen. E drejtësia me të vërtetë është një farë slogani që është pak klishe, po drejtësia e vënuar, për një me është drejtësia e mohuar, dhe ku ma shumë se drejtat pronësore vjen shprehje kjo, nëse ti për 10 vjet nuk i qasjen pronën tonë. Po atë të hup çaj momentumi që nështë ti ke pas për me arrit diçka me çat pronë, me ndërtu një biznes, me zhvillu diçka, tek mas 10 vitësh shumë sakt sepse edhe motive mu marr me çat pjesë mbi që tha, pasur parasysh edhe politikat bankare, financiare, kreditore, ti duke mos pas një pronë me cilën mundesh me mbështet financiarisht një huamarrje, ti je i privuar që prej startit me nis diçka më të madhe. Dhe në këtë drejtim kemi bërë përpjekje që krejt këtë tavolinë të pjesëmarrësve me identifiku problemet kryesore. Pas kësaj kemi vazhdu me një kategori tjetër, po ashtu me kurrikul dhe trajner të tjerë, e kemi diskutu me notere, çka konsideroj që edhe këta e përbëjnë një prej kategorive jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse noterët sado që kanë sjell një freski në zinxhirin e institucioneve publike në Kosovë, sepse noterët janë persona privat, mirë po gjithsesi kanë autorizime publike. Vendimet, aktet e tyre notariale janë të ekzekutueshme, me një kontratë notariale të shkon katastër edhe ekzekuton, dhe në këtë drejtim kemi tentuar me identifiku disa prej çështjeve kryesore të cilat e pengojnë rrjedhën normale të drejtave pronësore. Dhe muj me thonë që kemi identifiku shumë çështje të cilat krejt në fund të këtij procesi të trajnimeve, ne si BEN do të bëjmë përpjekje me hartu një raport përfundimtar, edhe pastaj për secilin institucion me ofru rekomandime konkrete për secilin problematik cilën e kemi as. E fundit, po gjithsesi jo më pak e rëndësishme në vazhdën e trajnimeve tona, ka qenë diskutimet me përmbaruesit privat, që po ashtu e kanë një
pjesë shumë të rëndësishme të drejtave pronësore, edhe këtu i kemi vu për mbarusit privat, për balë këtë kategorive tjera. Pra, si që po e qeni pjesëmarrësit duket se vetëm ndrohen mirë, po në fakt ndrohet krejt tematika, ndrohet probleme, ndrohet këndvështrime, se cili ka hallet dhe problemet e veta karshi kategorive tjera cilat i ka pas për balë, edhe ne jemi kujdes si ben që me i pas në tavolin, gjë që nuk ka qenë e letë, mu i me thonë, sepse noteret, përmbarusin veçanti, kanë hezitu. Jo që kanë hezitu, mirë po leverdia e tyne financiare një ditore është të jetë e madhe. Mirë po, mu i me thonë që ndoshta dhe graviteti që ka bjerë shtrirja, kredibiliteti mbi gjitha, ka mundësu që me i pas në tavolin noteret, përmbarusit, gjyqtarë të çështjeve civile dhe administrative dhe gjithsesi edhe zyrtarë kadastral, mënyrë që platforma, tavolina e diskutimit me qenë e plot, edhe vetëm duke qenë e plot kemi arrit me i shpalos probleme reale të qytetarëve që e prekin efikasitetin e prona. A keni mujt me has labina gjatë gjithë këtyne trajnimeve dhe hartimit kurikulave, si bërnë, si organizata, keni mujt me has me shifra me ditë, shamull sa raste pronësore, kontekste pronësore në këtë rast janë në përgjykata, edhe ndoshta sa zgjat aktualisht trajtimi një landë e tillë. Po dal pak jashtë kësaj pjesës së projektit. Me shumë drejt pe parashtroj një pyetje sepse në sens kjo është më e rëndësishmja me ditë, me pas një parashikueshmëri, një lande jemja nëse du me pa ditë dikën për një prunë sa më zgjatë. Mirë po, realisht prej kësaj tavoline me këta pjesëmarrë që i diskutum, nuk mujna me gjeneru një dhanë të tillë, mirë po këto na i servon Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nga ku të dhanat kontestimore, raportet e tyne periodike të punës, pasqyrojnë se zgjasin mbi 5 vite. Mesatarja është afër 5 viteve dhe kjo këtu po flasim vetëm për shkallën e parë. Pra, nëse përfshim edhe gjykatën e apelit, atëherë kjo mund të dyfishohet. Mirë po, nëse e parashojmë edhe një situatë që është e ardhme, po është e pasigurt, që këto raste, gjykata e apelit apo edhe gjykata supreme në disa raste mund mi kthy në pikën 0, atëherë ka raste cilat mund me të kalun një dekadë. Mirë po kjo nuk bën dhe nuk guxon me na dekuraju neve me avoku që drejta tona pronësore me i kërku përmes gjykatës. Sepse so herë që ka kësi zvarritje, ka mungesë efikasiteti, rritet dekurajimi i palve dhe në rastin ton edhe fokusi i projektit ton, veçanti rritet dekurajimi i grave dhe vajzave që me i kërku drejtat e tyne pronësore, apo e zhvendosim kërkimin e drejtave pronësore në çështje të odave, të pleqnare, të zakonet tona, cilat nëse gratë bën pjesë e forumeve të tilla, eventualisht atëherë drejtat e tyne pronësore pa dyshim që do të jenë shumë të dëmtuara. Në këtë drejtim ne duhet të avokojmë dhe të orientojmë palët që drejtat e tyne pronësore gjithmonë t'i kërkojnë në gjykatë. Për vonesat e zvarritjet e gjykatës, ka mekanizma tjerë ku na mujna me vë për balë gjyqtarët për mosveprimin e tyne, është procedura disiplinore nëse ata qëllimisht janë të i vënu land, apo është edhe pasqyra e performancës tyne, cilën për shkak të politikave pozitive të Këshillit Gjyqësor, na mujna mi pa për secilin gjyqtar, çka ka punu për gjatë një viti, sa landi ka pas, çfarë veprime ka ndërmarr. Mirë po, të palë cilat i kemi pas në trajnimet, diskutimet tona, kemi tentu mjë dhanë edhe informacione, për shembull, te e-Kosova është mekanizmi i gjurmimit të lëndëve. Se cila palë që ka parashtru një landë me emrin e vet në gjykat, mundet lehtësisht me identifiku në çfarë faze është landa e vet në gjykat, dhe sigurisht kjo është edhe dhanë e mbrojtun që vetëm pala e ka të drejtën e qasjes në atë land, çfarë veprime ka marrë gjyqtari, a ka lëviz diçka, kush është gjyqtari, a mundet me pas një lidhje me palën tjetër nëse ki dyshime në objektivitetin e gjyqtarit, edhe krejt kjo konsideroj që e formson një farë pikture këgjë pozitive sa i përket transparencës. Nuk po flas për meritokracinë, a vendoset landa mirë në fund apo jo, mirë po rrjedhën e procedurës se kemi këgjë mirë të pasqyruar. Zakonisht kjo forma e digitalizimit të shërbimeve ka ndihmu këgjë shumë edhe te qytetarë që ndoshta dikush më herët ka pritur më shku te një noter, ose me shku te përmbaruesi, ose me shku me lyp dhanat për pronë, tash e ka online, heni shkruani i gjenë, edhe pjesa e agjencisë për ndihmë juridike falas, kena pas në epizodet e mëparshëm, kanë tregu domethënë
që tash e kanë ato zyllet mobile që lëvizin nëpër komuna dhe mund qytetarët mu drejtu shumë lirë. Labinat, cilat kanë qenë fokusi, domethënë, sa ka sjell bashkëpunim me institucionet, i përmendet që keni pas gjyqtar, notar, përmbarues, sa ka qenë efektiviteti i këtyne trajnimeve, keni vrejt tash pas përfundimit, pothuajse jeni në përfundim, sa ka sjell rezultat pozitiv kjo? Po. Sikurse realisht edhe në aktivitetet tona tjera si bën, kujdesemi që me pasë një lloj matje të impaktit të trajnimeve tona. Këto me thonë në këtë fazë ku jemi, sepse janë shumë pyetësorë, cilët ende nuk i kemi gjeneru të dhonat, ekspertët e angazhuar janë në procesin e artimit të raporteve përfundimtare për i trajnimeve. Mirë po, çka me thonë dhe me konfirmu, është që për secilin trajnim kemi pas vlerësim të njohurive paraprake, fillimisht siç e përmenda në fillim, e kemi pas vlerësim të nevojave. Çka po konsiderojnë këta që kanë nevojë pjesëmarrësit me pas si dije më shumë. E para, e dyta, në fillim të trajnimeve gjithmonë jemi kujdes që me i mat njohurit e tyne fillestare dhe këtë e kemi bën në koordinim me institucionet e tyne prej nga kanart. Do na këtu patjetër me falenderu përveç Agjencisë Kadastrale të Kosovës, edhe odën e notarëve, odën e përmbaruesve, po dhe të ndërmjetësuesve, cilët kanë shpreh gatishmëri që me kontribu përmes motivimit të pjesëtarëve, antarëve të tyne që me qenë pjesë e këtyne trajnime diskutimeve. I kanë mirëprit dhe na kanë delegu gjithmonë antarë që me qenë pjesë diskutimeve, sepse këtë e kanë bë jo pa ndonjë arsye, por për shkakun se tematika është hartuar gjithmonë në koordinim me ta. Kthehemi te çështja e vlerësimeve, përveç vlerësimit të nevojave, thash që kemi vlerësuar njohuritë paraprake dhe krejt në fund të trajnimeve, kemi tentu me pyetësor të matshëm me identifiku edhe impaktin cilën e kam pas trajnimet tona dhe pa ashtu jemi kujdes që edhe me vlerësu trajnerin cilën e kemi përgjedh na, mirë po edhe me na dhon një farloj ideje se cilat kishin me qenë trajnimet e radhës, hapat e radhës cilat ne mund mi ndërmarr në drejtim të përmirësimit apo përmbushjes së nevojave të pjesëmarrësve në trajnime. A keni has ndonjë sfidë gjatë organizimit këtyne trajnimeve, përfshirë qoftë angazhimin e grupeve caktume, e përmende më herët që përmbaruesit edhe notarët pak kjo sa ju vlen një ditë nëse humbin, sa kanë zgjat trajnimet, a kanë zgjat një ditë, a kanë qenë me orë, mundesh më na tregu pak. Trajnimet kanë qenë gjithditore edhe kjo konsideroj që ka qenë pak problematike, jo për shkak të mungesës së vullnetit për pjesëmarrje, sepse këtë kemi pas të konfirmuar. Mirë po, me i marr zyrtarët katastral, po e zojmë shembull të rajonit të Prishtinës. Po. Të Prishtinës, Fush Kosovo, Bileq, Podujev, edhe me i pru në trajnim, ne gjithsesi kemi me lanë keq zyrat katastrale që për atë ditë të caktuar apo kanë mungu në punën e tyne. Edhe në këtë drejtim kemi tentu me qenë të kujdesshëm që në koordinim me udhëheqësit e zyreve katastrale apo dhe drejtorive të katastrit, gjeodezisë, urbanizmit, me organizu punën në atë formë që personat më të nevojshëm, më adekuat për trajnim me qenë trajnim, mirë po dhe mos mi u bë pengesa tyne në punën e tyne të përditshme, sepse keni parasysh. Ne trajnimin e kemi, mirë po qytetarët nuk do duhej me prit dhe mbi gjitha ka dhe afate ligjore edhe nuk guzon që trajnimi jonë që po avokon për efikasitet në punë me ndiku pikrisht për të kundërtën dhe kjo ka qenë vështërsi me organizu, mirë po konsideroj që fal fleksibilitetit ton pjesëmarrësve, donatorit kemi arrit me pas edhe pjesëmarrjen dhe me i arrit targetet e pjesëmarrjes, po në të njëjtën kohë edhe mos me i lën keq punët që ata i kanë pas në zyret e tyne katastrale. Njëjta vlen edhe për notarët, për mbaruesin, ndërmjetësuesit, sepse keni parasysh këta gjithë janë profesionistë. Po ashtu është shumë e rëndësishme që ne kemi tentu që me pas edhe përfaqësim të komuniteteve jo shumic në trajnimet tona, nga ku në Graçanice kemi organizuar një trajnim të posaçëm vetëm për antarët e komunitetit serb, kjo edhe për arsye logjistike, mënyrë që nga gjitha zyrat katastrale komunale të Kosovës, ku ka edhe zyrtar kadastral të komunitetit serb, me qenë pjesa e asaj punëtorie dhe kemi pas një pjesëmarrje të kënaqshme, në mënyrë që
me arrit edhe një prej objektivave të projektit, me pas gjithë përfshirje në trajnimet tona, sepse pra po kthehemi krejt në fillim, drejtat pronësore i prekin gjithë pa përjashtem, nuk është dikush immun ndaj këtyne problematikave, edhe në këtë drejtim kemi synu me i targetu sa ma shumë gjitha palët e përfshira. Si janë trajtuar çështjet ligjore apo procedurale që janë paraqitur gjatë trajnimeve? Po, e përmendëm disa herë sipërfaqësisht çështjen e kurikulave dhe konsideroj që këtu ka orë në shprehje edhe përvoja paraprake e birnit që është shumë e vlefshme në që drejtim. Kurikula është truri e një trajnimi, nuk mundesh me organizu një trajnim cilësor pa e pas një kurikul paraprake dhe pa e pas një trajner i cili është në gjendje me reflektu edhe me përmbush pritjet, objektivat e asaj kurikule. Dhe në këtë drejtim, ne kemi tentu që kurikulat me qenë me probleme reale. Ne nuk kemi dashmi marrë zyrtarët kadastral për mbarusit noteret e mju tregu që ka e profesionet e tyne, sepse ata janë profesionist, ata obstrujnë e baza ditore. Ne jemi kujdes me pas trajner cilësor, nga ku konsideroj që ja kemi arrit plotësisht, sepse kanë qenë doktor shkence, njerëz eminent të fushës për secilën prej kategorive cilën e kemi pas në punëtori, bile konsideroj që vet edhe backgroundi i trajnerëve krahas prapavisë së birnit kanë ndihmuar shumë që me pas pjesëmarrje masive, dinjitoze dhe profesionale. Mirë po, kemi dasht me zhvillu diskutimin mbi bazën e situatave reale. Madje ka qenë kërkesë specifike në kurikulat e hartuara nga ne, që trajnerët me hartu raste hipotetike të bazuara mbi raste reale, sepse sigurisht ne nuk dojmë me identifiku rastet reale cilat ata mund t'i kenë pasur në punë, edhe me i shpalos në diskutim. Mirë po me pas raste konkrete dhe mbi bazën e rasteve konkrete konsideroj që diskutimi ka qenë tejet i pasur, ka qenë konfrontues nga palët prezente, edhe kjo krejnë fund ka me gjeneru identifikim probleme dhe potencialisht kemi me ofru edhe zgjidhje për ato probleme që i kemi identifiku. Kemi mbri pothuajse krejt në fund, trajnerët a kanë qenë të huaj apo kanë qenë vendor, edhe a keni pas vështirësi mi angazhu me ju spjegu krejt punën edhe do me thonë punën edhe qëllimin e këtij aktiviteti që keni bo në kuadrët e ATRC-s dhe Piakusit. Po, realisht në situata normale, nëse nuk i ndërmerr veprimet konkrete, konsideroj që kishëm me pas probleme serioze në atë çka po don donatori përmes projektit, cilat janë objektivat e tij, çka ka qenë projekti jon, propozimi jon, dhe atë çka po ofron trajneri në raport me pritshmërinë e pjesëmarrësve. Mirë po, siç e përmendëm, nëse vepron që nga faza fillestare, në mënyrë të planifikuar, harton i vlerëson fillimisht nevojat, e bën një farë vlerësimi bazik të nevojave dhe pastaj të gjenerohen nevojat, të arrin me ndërtu terma të referencës mbi të cilët të e shpall ftesën publike dhe në këtë formë kemi pas aplikime të trajnerëve shumë cilësor, cilët kanë qenë krejt vendor, mirë po janë konsideroj figurat kryesore cilat kanë qenë në Kosovë të përfshira në disa vite, madje edhe në hartimin e kodit civil, i cili për fat keq ka mbi draft, edhe kjo një problematik në vete, po nuk e kemi në fokus sot. Mirë po, gjithë trajnerët cilët i kemi angazhu e kanë ditë cilat janë objektiva, cilat janë rezultatet e pritura dhe janë mishru, konsiderojnë në përpikri me atë që ne e kemi pas si ide fillestare dhe kanë arrit me i kontribu këso ide dhe me manifestu të pjesëmarrësit idenë tonë. Edhe në këtë drejtim jemi goxhat lumtur me atë se çka ju kemi ofru pjesëmarrësve, mirë po konsideroj që është esenciale, sepse nuk është esenciale kënaqëmëria jonë, po a janë përmbush pritshmëria, feedbacku i pjesëmarrësve dhe në këtë drejtim konsideroj që qëndrojmë tepër mirë nga ajo që kemi pa deri më tani në bazë të pyetjeve që ju kemi ofruar për të plotësuar pjesëmarrësit, sigurisht në mënyrë anonime, pa pas nevojë ata me tregu cilët janë, mirë po fokusi me qenë të vlerësimi i trajnerit dhe asaj që trajneri ka ofru për ta. Ka spjegu. E përmendëm më herët që jeni në përfundim të këtyre trajnimeve, kur përmbyllet cikli i trajnimeve dhe cilat do të jenë hapat e ardhshëm të birnit? Po. Konsideroj që secili projekt do të me pasë një strategji dalse dhe në këtë drejtim për rastësi së bëhet trajnimi i fundit me përmbarues dhe krejt në fund ne kemi me hartu një raport i cili ka me pas problematika specifike
të identifikuara dhe gjithsesi ka me ofru edhe rekomandime konkrete për institucione, qoftë për agjencinë katastrale, qoftë për ministrit cilat e kanë për detyrë me inicu nisma ligjore, sepse shumë prej problematikave që i kemi identifiku, rezultojnë që kërkojnë edhe ndërhyrje ligjore dhe në këtë drejtim pa qenë edhe vullneti dhe angazhimi politik për me nisma ligjore, konsideroj që problemet praktike mbesin ato që janë, pra nuk arrin me ndryshu pa pas uniformitet edhe me shmang disa situata të kolizionit apo ndeshjes së ligjeve për shkak të përcaktimeve të ndryshme. Në këtë drejtim veç do të me evidentu që ligji për drejtat pronësore dhe ligji për trashëgimin, ligji për marrëdhëniet e detyrime dhe disa ligje tjera janë të një kohë realisht janë më shumë se një dekadë të vjetra. Dhe në këtë drejtim e kemi ligjin për katastrin e pronës së palojshme, që është një ligj relativisht i ri dhe nga ky ligj kanë derivuar edhe aktet nënligjore administrative, cilat kemi identifikuar që në disa raste bien ndesh me ligjet ekzistuese tjera. Ligji për katastër është ligj specifik, special, mirëpo ne gjithsesi kemi identifikuar që kemi nevojë për ndërhyrje ligjore në këto ligjet që i përmenda, që janë pak të dala afati dhe i duhet me ndërhyrë to në mënyrë që shërbimet pronësore me qenë reale, në kohë reale, me qenë efikase, edhe me i përmbush pritjet e qytetarëve, sepse mbi gjitha kjo është një drejt kushtetuese e paqëtërsueshme, e drejta në pronë. Dhe shteti nuk gëzohet me u bë përgjegjës për mos përmbushjen e këtyne të drejtave dhe aq më pak me u bë përgjegjës së drejtat kontestit civile me u shndrru në konteste penale, edhe kjo pastaj na kushton gjithve si shoqëni. Fatkeqësisht kuvendin se kena funksional nuk e di kur kanë mund ndryshu këto ligje, po shpresojmë që shpejt. Për fund nëse kena harru diçka me përmend gjatë kësaj bashkë bisedime lirisht? Jo, konsideroj që i përmbledhëm gjitha, vetëm se kisha dashur krejt në fund me falenderu projektin Pjakos, nismën për të drejtën pronësore, por edhe ATRC-n për realizimin mbështetjen e një projekti që konsideroj e ka në esencë përmirësimin e jetës qytetarëve, po sigurisht edhe juve për mundësinë që me vetëdijsu, me ndërgjegjësu për një problematikë kaq serioze, cila shpesh herë vlerësohet, nuk kuptohet sa duhet dhe konsideroj që piknisja e zgjidhjes këtij problemi është me kuptu rëndësinë e tek pastaj me arrit me ndërmarr hapa të rëndësishëm me evitu ato që po na pengojnë në rrugtimin tonë. Labinat, unë falenderoj shumë për kohën, për krejt informacionet që ndave me neve sot. Faleminderit. Shikues të dashur, ne takohemi në epizodat e ardhshëm. Mirupafshim.